Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për aktualitetin politik, me ne është analist Arber Hitaj. Zotë Hitaj, faleminderit shumë që jeni. Mirë, faleminderit shumë Mario, kënaqësi që jam të ju. Ta dish, është episodi i parë podcast që pranoj. Nuk është sa kam pranuar shumë, të jemi sinqert, por duke qenë se të njoh, e di aftësinë tënde dhe erdha me kënaqësi. Faleminderit shumë që pranuat dhe ftesën. Si e shikoni aktualitetin politik në Shqipëri? Shiko, ka shumë gjëra për të thënë për politikën në Shqipëri, por fatkeqësisht është një politikë që ja vlen ta komentosh, por kur e shikon detaj është një politikë që prodhon shumë pak. Pra është një politikë që prodhon aq pak ide, aq pak vizion, dhe nuk është se ja vlen shumë për të folur për produktin e saj, por ja vlen shumë për të folur për të në vetvete. Është një skem politike që dominohet nga dy partitë kryesore, kjo nuk duhet harruar. Kanë edhe shkeljen e syrit me njëra tjetrën, që ka të bëjë me her pas here bashkëpunimet e tyre, siç ka qenë bashkëpunimi i fundit për ndryshuar kodin zgjedhor, për të bërë ato lista hibride, që janë lista gjysmë të hapura, gjysmë të mbyllura, dhe pati një bashkëpunim mes opozitës dhe majorancës. Pra, gjithmonë partitë e mëdha politike në Shqipëri kur kanë ndier rreziqe, sidomos nga partitë e reja, dhe ishte një rrezik shumë real në zgjedhjet e kaluara parlamentare, gjithmonë i kanë shkelur syrin njëra tjetrës dhe kanë bërë marrëveshje. Dhe marrëveshja padyshim që atyre ju dha mundësinë që të fitonin mbi partitë e vogla, të dominonin ato, por në fund fare i krijoi kosto më të lartë, mendoj unë, opozitës, sepse për shkak të sistemit elektoral, automatikisht partia që dele para mjafton të marrë dhe 2 vota më shumë se partia tjetër, dhe ajo, sidomos kur është e përçar me vota që ishin te partitë e vogla, merr të paktën plus 8 mandate. Dhe më shumë penalizoi opozitën, por gjithsesi në fund fare dhe opozita fitoi sepse e ruajti monopolin e saj opozitar. Pra partia kryesore në opozit dhe deri diku i eliminuan partitë e reja, ajo që erdhi më pas, besoj dhe ju e keni ndjekur, që kemi një që ishte nisma Shqipëria bëhet, që drejtohej nga Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani, që gati kanë shkuar drejt shkrirjes. Pavarësisht se Lapaj po përpiqet të mbijetoj, por gjithsesi ka rënë ai hovi që ka qenë dhe ajo pritshmëria e madhe që ishte më herët. Kjo vlen për partitë e vogla. Ndërsa për partitë e mëdha, po e filloj me partinë më të madhe opozitare, është një parti e cila do duhet flisja shumë gjëra që lidhen me ide, lidhen me të ardhmen, lidhen me atë që do duhet të ishte politika reale e kësaj force politike, por ajo që shikoj fatkeqësisht është asnjë vizion për të ardhmen. Partia Demokratike është futur në një rreth vicioz dhe për mua është edhe pengi vetvetes, sepse është pengi asaj doktrine që ka pasur Berisha historikisht kur është në opozit. Doktrina Berisha kush është? Në optikën time gjithmonë, që bën opozit të fortë, bën protesta, madje dikur ka qenë edhe shprehja që me demokratët e Kamzës dhe të Bathores mund të rrëzoj edhe qeverinë. Dhe është futur në këtë rreth vicioz protesta dhe opinioni publik i kërkon protesta dhe ata gjithkohës mendojnë për të bërë protesta, por ndërkohë janë protesta që më shumë flasin në aspektin statistikor. Pra nëse futemi shifrave, është një shifër e kënaqshme me protesta që ka opozita, por nuk sjell asnjë gjë të re, nuk sjell asnjë gjë ndryshe, të paktën deri tani. Ka shumë gjëra për të protestuar në Shqipëri. Ose më saktë, edhe mua më ka lodhur kjo diskutimi që ka shumë gjëra për të protestuar. Ka shumë gjëra për të patur revolt, për gjëra që nuk shkojnë mirë, për elementë që nuk shkojnë mirë të jetës publike, të jetës shoqërore, sociale. Për shembull kemi spitalet, disa pavione të rëndësishme që kanë mungesë ilaçesh. Kjo është një katastrofë e vërtet, sepse shteti disa sëmundje të rënda, siç janë zonjat dhe zotrinj që kanë probleme me tumorin, kanë mungesa të theksuara me ilaçe. Kështu që këtu është një revolt shumë e madhe. Pra këtu nuk flasim për protestë, flasim për revolt. Pra ka shumë element. E po i hym edhe elementeve që lidhen me ekonominë, elementeve të tjerë që lidhen me mangësitë që ka ekzekutivi. Por kur flasim protest, domethënë është një humbje energjie, është një harxhim kohe, dhe mbi gjitha është një gjë e vjetër. Është një shprehje që mua më pëlqen shumë, që është rock ose nuk është rock. Megjithëse jam brezi që jam rritur edhe me muzikën rock edhe më pëlqen shumë. Dhe thoshin për diçka, sidomos e përdorte Celentano. Pra është rock apo jo nuk është. Nuk është rock opozita, pra nuk është e bukur.
nuk është interesante për të ndjekur, të paktën deri tani, sepse unë besoj që ka shumë të rinj të talentuar, të cilët një pjesë u mblodhen te një departament brain gain që pati Partia Demokratike, por që çuditërisht në lista i pam në lista të hapura. Pra të rinjt në Partinë Demokratike, në vend që të ishin ata imazhi kryesor, por jo vetëm në letër, të ishin dhe imazhi kryesor në betejën me majorancën, u hodhën si mish për top dhe u futën në lista të hapura. U futën në lista të hapura në zona të vështira dhe asnjë prej tyre nuk fitoi, për hir të së vërtetës. Edhe pse grumbulluan shumë vota, kujtoj këtu Tedi Kopliku në Shkodër. Po, Tedi Kopliku, po kishte figura të mira, Andi Mustafaj, kishte figura të tjera të mira, se s'po vinë të gjithë, Nikola Kedhi, që po vinë disa emra që dhe i kanë pasur mundësinë të intervistoj. Pra kanë një brum. Pra Partia Demokratike ka shkuar te gjenerata e tretë. Pra është gjenerata e parë që ka qenë në vitit 92, janë gjenerata e dytë që ishin dhe prurje të zotit Berisha viti 2005-2013 dhe tashmë ka shkuar te gjenerata e tretë. Dhe janë të mirësimuar në Francë, në Britani, pra ka dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Itali ka disa prej tyre që kam ndjekur. Pra ka një bërtham e cila do duhet të ishte ajo që duhet të drejtonte këtë forcë politike, sidomos tani. Po çuditërisht Partia Demokratike është ende në drejtimin e atyre njerëzve që kanë qenë dhe themeltar dhe që duan të jenë dhe ardhmja. Kur kam qenë në një vizitë në Izrael pak kohë më parë që bëri pak bujë edhe në Shqipëri, ishim një grup gazetarësh, takuam disa njerëz shumë të rëndësishëm dhe një prej tyre, një profesor shumë i njohur, tha një shprehje shumë bukur që më ngeli në kokë, domethënë ngeli në mendje. Kur e shkuara pengon të tashmen, atëherë ajo krijon probleme për të ardhmen. Pra duhet që e shkuara asnjëherë mos pengojë të tashmen për të çliruar të ardhmen. Ndërkohë e kundërta po ndodh në Shqipëri. E shkuara është gjithmonë prezente në të tashmen dhe automatikisht ajo bllokon të ardhmen. Dhe fatkeqësisht nuk pres në një zhvillim të jashtëzakonshëm, të jemi sinqert, nga opozita, të paktën deri tani. Edhe pse do duhet që të kishte, do duhet që të ishte shumë më ndryshe. Qartazi ne duhet bëjmë dakord në një pikë. Ka mbaruar cikli politik i zotit Berisha dhe unë nuk e kuptoj, me gjithë respektin që kam për të, sepse 2005-2013 ka qenë një qeverisje e mirë, ka patur rezultate dhe arritje shumë të rëndësishme, ka qenë antarësimi në NATO, që lidhet padyshim me ekzekutivin e tij, pra është një merit, një medalje që e ka në krahëror, liberalizimi i vizave, që ka qenë edhe një merit e zotit Basha si ministri i brendshëm në atë kohë, që pati një angazhim maksimal. Pra ka patur zhvillime shumë pozitive, por cikli u mbyll. Mbaroi. Politika është rigjenerim, është ide, është vizion, është modernizim dhe nuk e shikoj këtë gjë fatkeqësisht e opozita. Prandaj kur flasim për opozitën, njerëzit një pjesë prej nesh jemi kritik dhe kemi dhe akuza nga një pjesë e opozitës që thonë jo jeni opozitës. Jo, ne nuk jemi opozitës, jemi thjesht kritizier për të kërkuar një gjë më të mirë. Pra, unë besoj që Shqipëria meriton një opozitë më të bukur, më të mirë dhe më rock mbi gjitha. Ka mbaruar cikli Berishës, po a ka ardhur cikli Saljanit? Shiko, Ervin Saljanin unë kam njohje me të, që herët, po flas njohje në aspektin si gazetar dhe politikan, ka patur një crescendo shumë pozitive. Pra, shikoj një crescendo shumë pozitive të tij, që kur ishte kandidat për Forumin Rinor Eurodemokrat, e humbi me Belind Kolliçin garën vite më parë, por ai fitoi një lloj qasje dhe një protagonizëm. Pra ka spikatur Saljani, mirë keq ka spikatur. Ka bërë betejë. Për hir të së vërtetës është ata politikan te Partia Demokratike që ka rezultate pozitive. Çfarë do thotë ka rezultate pozitive? Të gjitha qarqet që ka qenë i deleguar në Korçë ka marrë numër shumë të lartë votash. Për ata që ndoshta nuk e din, edhe pse nuk ka qenë drejtues qarku. Në Kavaj kur ju dha pjesa që kishte të bënte me bashkinë, doli fitues, bashkë me Fisnik Qosin. Dhe doli fitues edhe për disa marrëveshje lokale që ai shfrytëzoi në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra ka një merit. Dhe mbi gjitha dhe në Elbasan shkaktoi jo pak trazira, po themi në të mirë të kampi i majorancës, sepse ishte njëri që dinte punonte në terren, dinte punonte me grupe, afronte të rinj dhe ishte i hapur. Kështu që unë besoj që ka dhënë sinjale për leadership. Tani, a mjaftojnë këto që ai të marrë Partinë Demokratike? Qartazi nuk mjafton. Partia Demokratike
bërthama e saj, shtylla kurrizore e saj ka një ADN e cila flet totalisht në gjuhën e zotit Berisha. Pra është ai që ja ka dhënë ADN-n. Pra madje unë mendoj që në thelb ata nuk janë demokrat, ata janë berishan. Sepse demokrat, konservator, etj me qasjen tipike që ka e djatha, ata duhet ishin të parët që duhet të thoshin që duhet një ndryshim. Pra duhet vinte nga brenda ndryshimi, nuk duhet kërkohej nga jashtë siç po kërkohet në këto momente. Dhe çuditërisht nuk kërkohet nga brenda. Ose nuk kërkohet zyrtarisht sepse gjithë deputetët kur janë jashtë takimeve zyrtare e kërkojnë një gjë të tillë. Pra ata e thonë që duhet ketë ndryshim, po ndryshimi nuk po vjen, sepse në fund ditës dhe ata vetë nuk e shtyn. Megjithatë Saliani për të rikthyer aty për mua duhet ka sfidë shumë të madhe. Pra të kalosh vetveten, të kalosh militantët e Partisë Demokratike është sfida e tij kryesore në këtë moment, për t'i bindur ata që ai do jetë një lider po i suksesshëm fillimisht sa zoti Berisha dhe të ketë arritjet e tij personale sa zoti Berisha. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme, por unë mendoj këtë gjë. Unë asnjëherë nuk hyj te njerëzit që i jap dikujt diçka që ka të lindur. Pra unë nuk besoj që talenti politik është i lindur. Unë nuk besoj që talenti mediatik është i lindur. Unë nuk besoj që një njeri ka sukses në jetë sepse ka të lindur. Ti mund të kesh atë elementin X. Pra mund të kesh karizmën që e ke për shkak të fizionomisë, për shkak të energjisë etj. Por në fund të ditës edhe bëhesh. Pra unë jam më shumë për pjesën e punës sesa jam për pjesën e talentit. Kështu që fillimisht njeriu duhet ta besoj vetë. Dhe nëse Saliani, që unë besoj se është e tillë dhe po shkon drejt asaj gjë, do e beson vet, atëherë pse jo? Por është një garë e cila ka disa komponent, ka disa checklist që ti duhet i bësh. Duhet të punosh në grup, duhet të kesh ekipin tënd, duhet të investosh në njerëz. Pra, nuk është një gjë që thjesht sa mund të duket në letër. Por nëse e beson vërtet, atëherë njeriu mund të arrijë gjëra të jashtëzakonshme dhe nuk ka asnjë gjë të pamundur aq më tepër në një parti demokratike ku gati ngjan me një liçen që nuk ka asnjë val, se dallg është fjalë e madhe, po nuk ka asnjë val ndryshe. Prandaj them që mund të arrijë, por duhet fillimisht ta besoj, po ta besoj seriozisht, se mund marr her pas here për Ervin Saliani marr shembull zotin Rama. Pra të gjithë të flasim për Partinë Socialiste. Nuk ka qenë kështu zoti Rama me këtë vetbesim, me këtë prerjen, me këtë karizmën e jashtëzakonshme që dominon. Pra nuk ka qenë i tillë. Në vitin 2002 kur kandidoi për të parë me zotin Nano, madje të gjithë edhe e bullizonin deri diku dhe tallnin si mundet të konkurrojë Fatos Nanon, që ishte lideri historik të themeluesit e Partisë Socialiste dhe priti 3 vjet, investoi, punoi, e besoi mbi të gjitha. 3 vjet dhe në 2005 me vështirësi, duhet theksuar, sepse unë kam qenë edhe pse student, kam qenë në sallë kur zoti Rama u zgjodhi në krye të PS-s. Për shkak të rastësisë. Dhe si student i shkencave politike na ftuan disa miq që të shkonim dhe ta ndiqnim nga afër. Por kjo u bë një leksion shumë i mirë në optikën time kur i kthem dhe analizës. Por zoti Rama besoi dhe e doli. Pra tregoi që dhe me vullnet dhe me punë, pra përveç talentit që lidhet me natyrën e tij ekspresive, pra diçka jo normale, madje deri diku e kanë quajtur dhe të çmendur, ja doli që ta bënte. Por Partia Demokratike ka tjetër specifik. Pra prandaj unë mendoj që zoti Saliani po të doj dhe po të jetë vërtet, po përdor një term që vjen nga një botë tjetër, po all in, atëherë pse jo? Pse jo ai mund t'ia dali dhe nuk ka asnjë gjë që nuk mund ta bëjë një njerëz që ka vizionin dhe që beson te vetja dhe që punon me veten, se në fund të ditës çdo kush mund thotë unë e bëj, po s'punove, po nuk e vizionin në dur, po nuk je pengi urrëties. Për mua kjo është pjesa kryesore. Nuk duhet të jesh peng i urrëties dhe i hakmarrjes. Hakmarrjes primitive, gjithmonë. Sa hakmarrje politike mund të ketë deri dikush normale, po hakmarrje në vetvete dhe inat në vetvete, atëherë kjo të pengon që ti të ecësh dhe të shikosh pikturën e madhe. Duhet parë piktura e madhe. Në momentin që ti shikon pikturën e madhe, i harron pengesat e voskla që mund të dalin rrugës. Ju thotë që brenda Partisë Demokratike ka berishist. Mendoni që zonja Vogshi dhe zoti Noka janë berishist, duke qenë se janë atakuar shumë edhe nga zoti Saliani në takimin që ka pasur? Shiko, unë besoj që ata janë njerëz të devotshëm partjak. Zoti Noka është një aparatçik partjak 100%. Pra është një burokrat partie
ndër më të mirë që mund të ketë Partia Demokratike, ëh, është shumë mirë. Por është një, po e quaj, po bëj një krahasim, është një muzikant i cili këndon vetëm për demokratat. Pra, zoti Noga kur flet është muzikë përveç të demokratëve, por nuk është muzikë për tej oborrit të shqupit. Pra nuk është muzikë për tej oborrit të atësaj që duan të dëgjojnë demokratat. E njëjta gjë edhe për zonjën Vokshi. Një punonjëse partie, një deputete e devotshme politike, por vetëm kaq. Duhen dhe kjo, sepse është ajo tradita që për të ruajtur atë që ke dhe për të marrë atë që s'ke. Është një element që i duhet partisë, por nuk mund të jetë në ball të situatës, nuk mund të jetë në krye të gjithë diskutimit. Nuk mund të jenë ata që të marrin votën dhe që të japin Partisë Demokratike fitoren për zgjedhje. Pra ata mund të jenë në nivel të dytë, në nivel të tretë, por nuk mund të jenë asnjëherë në nivelin e parë, sepse mund të kthehen në kosto, të largojnë njerëzit. Asnjë nuk e do një retorik të ashpër politike. Dhe kjo vlen edhe për Partinë Socialiste, po doni ju. Pra unë mendoj që duhet të kjo ndërthurja. Ndërthurja kush është? Që ti ke atë individ politik i cili i flet militantëve që janë shumë të rëndësishëm. Nuk duhet mohuar. Militantët janë shtylla kurrizore e një partie politike. Por që të fitosh zgjedhjet duhet flasësh përtej saj. Prandaj duhet një model hibrid politik i cili flet të gjithë repertorëve, i flet të gjithë veshëve të njerëzve. Por nëse ti flet vetëm me një gjuhë, atëherë ti do marrësh vetëm votën e tyre, nuk shkon dot përtej. Kështu që zoti Noka është i qartë në atë që thot. Për hir të së vërtetës, shiko, ne jemi gazetarë dhe i takojmë shumë individ politikë edhe përtej kostumit politik, përtej kostumit zyrtar. Është një njerëz i këndshëm, po ta njohësh nga afër, edhe zonja Vokshi. Pra nuk janë ata njerëzit agresiv që ti shikon në ekran, por ndoshta kanë zgjedhur edhe vetë të bëjnë atë rolin e tyre të tillë dhe ndoshta janë dhe pengi i vetës të tyre, pra i imazhi që kanë krijuar të vetës të tyre në sy të opinionit publik. Dhe kur futen në studio televizive, transformohen dhe ti deri diku thua, por ishte një njëti që takova pak më herët, por gjithsesi është zgjedhja e tyre. Kjo i takon partive politike, unë e shikoj nga jashtë. Nuk e shikoj dot as Partinë Socialiste, as Partinë Demokratike me sytë e një militanti. Dhe kjo ndoshta ne na jep atë lirinë që themi çfarë të duam për këdo, si për zotin Rama, si për zotin Berisha, si për këdo. Por unë besoj që ka ardhur koha që Partia Demokratike të ketë një enturazh të ri, që i flet jo vetëm njerëzve në obor, po i flet edhe njerëzve përtej oborrit të saj. Qartë. Nuk ka vëmendje brenda opozitës, ajo vëmendje që duhet, nuk ka kauzat e duhura, por ka një vëmendje të shtuar nga mazhoranca që duket me zotin Rama në krye i shton edhe marshet e saj në marshimin drejt Bashkimit Evropian, siç është edhe aspirata. E pam këtë në mbledhjen e grupit parlamentar, po ashtu edhe në shumë dinamizma të tjera që ka kjo parti. Rezulton kështu për ju? Shiko, unë kam patur fatin profesional që e kam mbuluar si gazetar Partinë Socialiste në opozitë. Pra, kam parë metamorfozat e opozitës në pozitë. Dhe kur hyj her pas here dhe analizave përpara si kanë ndryshuar personazhet, si ka ndryshuar qasja që ka zoti Rama është i njëjti në thelb. Pa zoti Rama nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh nga ajo që ka qenë më herët. Për hir të së vërtetës, është një njerëz i cili gjithmonë ka qenë i pakënaqur. Madje ka qenë ai që i pakënaqur sa ka hequr deri diku për mua, ka larguar edhe individ të cilët mund të kenë qenë një vlerë e shtuar për Partinë Socialiste. Pra, pakënaqësia e tij ka shkuar i shkthyer në një lloj kostoje, sepse do gjithmonë që të ketë rinovim, do gjithmonë që të ketë ndryshime, dhe kjo ka bërë që të largohen element cilësor që ka patur Partia Socialiste. Por ajo që mund të them unë është kjo, vërtet ka një qasje të zotit Rama që duket sikur është me një hap, me një ritëm shumë të madh, por ka dhe probleme tjera. Pra, zoti Rama, mendoj unë, i ka harruar disa element që ka patur shumë të rëndësishëm, siç ishte përzgjedhja e kandidatëve për deputet, që ishin njerëz të cilët kishin edhe një posturë në publik. Pra, ka shkuar nga njerëz që kishin një qasje publike shumë më ndryshe, ka shkuar te njerëz të cilët janë shumë lokal. Pra, po të shikosh, Partia Socialiste ka deputet të cilët flasin vetëm lokalisht. Dhe ka shumë pak figura që flasin edhe në aspektin kombëtar. Gjë që në optikën time kjo gjë vlen edhe për ministrat, Në optikën time kjo nuk është një gjë shumë pozitive, sepse unë do desha të shikoja siç kam parë dhe më herët, në fakt para se të bëheshin ndryshimet e vitit 2008, ku kryetarët vendosnin
për ata që do të ishin deputetët, sepse më herët sistemi ka qenë ndryshe. Pra shikoja individualitetet mira. Shikoja deputet si te Partia Socialiste që ishin deputet zërat mirë, zëra që kishin oratori, kishin komunikim të mirë me opinionin publik, nuk bënin lapsuse, nuk bënin gafa, dhe ishin deputet që ti kishe qef ti dëgjoje. Hidhnin teza, hidhnin ide, bënin debate, merrnin përsipër sfida, dhe unë këtë gjë më mungon te Partia Socialiste. E ka patur dikur. Pra, sidomos për mua, ata që kanë qenë ministrat ndër më të mirë që ka pasur Partia Socialiste në këto gati 13 vite të qeverisje ka qenë 2013, 2017 dhe pak ndoshta 2017-2021, sepse kanë qenë individualitetet të forta. Kanë qenë njerëz tërësisht politik. Merrnin përsipër, bënin debate, futeshin në sfida, bënin reforma të thella, pastaj mirë keq është tjetër diskutim. Por unë jam te natyra që mua më pëlqen një politikan i cili ka dhe një lloj qasje përtej normales. Pra janë njerëz që marrin përsipër sfida. Janë njerëz që i futen në elementeve të vështirë, bëjnë debate. Mua më pëlqen një deputet ose një ministër që ditë flasin mirë për mediat. Pra se mohoj, unë jam te kjo kategori. Vërtet se ka një gjë. Pse kam unë këtë gjë? Sepse një politikan, mendoj unë, i cili nuk mundet të mbrojë dot veten në aspektin publik, nuk mundet dot ta mbrojë në aspektin teknik. Pra, sepse po të ishte kështu, politika nuk do dominojë nga njerëz që kanë karizëm, që din flasin mirë, që kanë gjuhë të huaja, pra do dominojë nga njerëz tërësisht teknik. Pra, po marrim, po fusim një profesor ekonomie tek Ministria e Financave, po fusim një profesor diplomacie te Ministria e Jashtme. Pra, po fusim një drejtues të lartë të policisë në Ministrinë e Brendshme dhe u zgjidh situata. Një ushtrak te Ministria e Mbrojtjes dhe u zgjidh. Por jo, nuk është kjo. Unë besoj që Shqipëria ka nevojë dhe për politikan race. Dhe kjo është ajo që unë shikoj i mungon Partisë Socialiste. E bëri zoti Rama me deputeti që duam, por nuk është se pati individualitete që spikatën në optikën time. Edhe pse ka disa njerëz që deri diku flasin mirë, ka një lloj artikulimi, por janë shumë pak. Pra në 83 ligjvënës që ka Partia Socialiste, ti me gishtat e njerëz dorë mund të djesh disa që thua foli bukur, më bëri për vete. E mbrojti mirë kauzën e vet. Po bën një mbrojtje e cila për mua është në nivelin mediokër dhe në këtë situatë vijojnë të dominojnë disa figura që janë historike në PS. Pra diskursin politik të PS-së dominon zoti Balla, i cili është një politikan tashmë shumë i rrahur me politikën, shumë i konsoliduar dhe me një pjekuri të madhe, duhet theksuar kjo gjë. Është zëri Lisa Spiropali. Pra ka disa individualitete zoti Rama që mbajnë edhe shkojnë përtej një politikani normal me ata që jemi mësuar te Partia Socialiste. Po ka disa të tjerë që me çështje zgjedhje Damian Gjiknuri, pra ka element, po janë shumë pak nga ajo që ne jemi mësuar me individualitete të forta, sepse kur ti je një njeri i cili ka një karakter, ka një dinjitet personal dhe një politikan i cili bën debate, bën diskurse, pra ke ide, ke brum politik, atëherë ti edhe përtej asaj që dukesh dhe duket në media, ti mund t'i thuash dhe jo kryetarit tënd për një gjë që ndoshta shkon në dëm të interesave të vendit, në dëm të interesave të momentit. Dhe i thua jo, sepse ke dinjitet, sepse janë të lidhura gjërat. Nuk ka ose ka shumë pak deputet që janë të padukshëm që kanë atë dinjitet sa të mund të kundërshtojnë dhe liderin e tyre, sepse mua si arbër më intereson Shqipëria më shumë se sa partia. Pra kjo është ajo që shikoj unë si mangësi. Pastaj, nëse bëjmë një krahasim PS-ja me PD-n, duam apo s'duam, Partia Socialiste vijon ta dominojë edhe në ndryshimet që bën Partinë Demokratike. Vijon të jetë më lart. Pra, unë nuk besoj që zoti Rama është atje ku është, sepse ka bashkëpunime me botën e krimit të tjerë siç thot opozita. Jo. Unë besoj që është atje kur sepse meriton. Është partia më e konsoliduar, kjo nuk mund të mohohet. Është partia që pavarësisht kësaj promovon më shumë të rinj dhe në thelb është partia e cila ka si ndryshim. Pra Shqipëria nuk është e njëjtën me vitin 2013. Ka probleme shumë, korrupsioni vjen të jetë problem i konsiderueshëm në Shqipëri, nuk është një gjë e vogël. Por gjithsesi, siç e ka marr dhe siç po e drejton, ka diferencë shumë të madhe. Në terma ekonomik, po të duam të flasim, pra në terma ekonomik, Shqipëria po performon mirë, edhe pse është një rritje ekonomike që nuk është në më optimalet.
por gjithsesi i ka të gjithë parametrat i ka shumë pozitiv. Prandaj unë nuk mendoj që është një rastësi dhe nuk mendoj që lidhet me shkaqe jo politike që Partia Socialiste është atje ku është. Sepse ka një gjë, se has shumë edhe këtë diskutime dhe në panele të ndryshme, që thonë, jo po Partia Socialiste bashkëpunon me bandat, po dakord. Një pyetje i bëj të gjithë këtyre që e kanë këtë tezë. A ka Partia Socialiste elektorat të sajnë? Po patjetër që e ka. Tani e ndajmë dot ne sa ka qenë ky element ose ky komponent nga jashtë ka ndikuar brenda të rezultatit, se ndajmë dot, sepse ne dim shumë mirë që në rastin më të keq, Partia Demokratike ka marrë gati 480.000 vota, 500.000 vota. Partia Socialiste në pushtet, me gjitha të pushtet me bashkitë e tjerë, nuk i ka 600.000 vota? Po më e pakta po flas, po marrim një situatë hipotetike. Po i ka. Tani ne nuk e dim sa ka ndikuar këto element. Për mua nuk ka ndikuar, sepse unë nuk besoj, të jemi sinqert me ty, unë nuk besoj që Shkodra shitet. Sepse Shkodra nuk u shit në vitet 80-90. Nuk u trëm nga komunizmi që të vriste pa paralajmërim. Tani të besojmë që shkodranët me atë histori, rezistencë që kanë, u trëmbën nga disa të fort lagjesh ose disa grupe kriminale, pavarësisht forcës që mund të kenë ata, unë nuk e besoj që është një gjë e tillë. Unë nuk besoj që në Kavaj u trëmbën nga grupe, edhe pse flite siç thot PD-ja, ose në Elbasan janë trembur, në Durrës e tjerë. Unë nuk besoj. Shqiptarët nuk janë frikacak. Është tjetër gjë, shqiptarët nëse nuk kanë besim të ty dhe i lidh një interes me palën tjetër, shkojnë te pala tjetër. Kjo është tjetër gjë, qasje pragmatike. Por unë nuk besoj në asnjë moment që fitoria që ka patur Partia Socialiste lidhet për shkaqe jo politike, sepse kanë qenë sondazhe permanente një vit para zgjedhjeve, të cilat thoshin Partia Socialiste del fituese gjithkohës. Në asnjë moment nuk e tejkaloi Partia Demokratike dhe e dini që Partia Demokratike nuk ka publikuar asnjë sondazh në mediat, edhe në mediat e saj, sepse gjitha sondazhet e nxirrin humse. Dhe më mjafton t'ju marr një rast. Në zgjedhjet e fundit të pjesshme lokale në Vlorë, Partia Socialiste ka patur një rezultat katastrofal. Pra 15.000 vota, mos gabohem, në 140.000 votues. Pra gati 7-8% e votuesve, 10%. Pra është një shifër shumë e ulët. Partia Demokratike me kandidatët e saj të pavarur mori diku te 2.500-4.000 të dy kandidatët. Por unë jam i sigurt në një gjë, Partia Demokratike nuk i ka aq pak vota në Vlorë. Dhe po të organizoj me pakta mund merrte 12.000 vota, 10.000 vota. Ora mjafton të organizoj me grupet e veta, me grup seksionet. Që do thot, duhet parë dhe nga vetja ndonjëherë problemi. Pra duhet parë që duhet pranosh që ke edhe ti probleme në organizim. Ke edhe ti probleme në strukturat në bazë. Kur them strukturat në bazë, në rrethe, në zona të vogla, pra ka probleme të qarta Partia Demokratike. Ndoshta i ka dhe Partia Socialiste, por pushteti të bën që të jenë më të vëmendshëm. Por fakti tregoi që në Vlorë edhe Partia Socialiste ka probleme. Megjithatë i ka pak më të vogla se Partia Demokratike. Kjo është diferenca që ka njëri me tjetrin, mendoj unë. Dhe dua ta them edhe këtë komponent të rëndësishëm. Në aspektin diplomatik ka një qasje dhe një vëmendje të madhe ndaj Shqipërisë. Kjo lidhet padyshim me personalitetin e Zotit Rama. Nuk mund ta mohojmë në asnjë moment. Deri diku është bërë hokatar, diku me batuta, diku me atlete. Pra, hajde të flasim mirë apo keq është tjetër gjë, por kjo ka tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve. Unë drejtoj një shoqatë gazetarësh, Shoqata e Gazetarëve Europian, që është pjesë e një rrjeti europian shoqatash, dhe takimet që ka me gazetarë të huaj, pra ata i ka tërhequr vëmendjen Rama. E njohin të gjithë, më pyesin për stilin e tij, po është vërtet aq bohem sa duket nga jashtë e tjerë. Pra janë shumë kurioz për të personalisht, patjetër edhe për Shqipërinë. Por ka tërhequr vëmendjen Zoti Rama, pra me stilin e tij, natyrën e tij, pra me provokimet që ka bërë, dhe kjo nuk mund të mohohet. Tani i shkon apo jo në favor Shqipërisë. Nuk them që i shkon në favor Shqipërisë, sepse është aty, duket. Është mirë apo jo, na pëlqen apo jo ne. Ky është tjetër diskutim. Se është si ajo puna, bëja diskutim me një mikun tim që jeton jashtë dhe i thosha shiko, mua më pëlqen shumë Sarkozia si personalitet, ish presidenti francez në vitet 2008. Edhe më pëlqen shumë edhe si mënyra si fliste, çdo gjë. Pra qasja që i kishte ndaj çdo gjëje. Ndërkohë francezët një mandat i dhanë dhe e larguan.
por ai ishte ndër presidentët që kishte një lloj reputacioni shumë të madh në arenë ndërkombëtare. Madje ishte një nga presidentët që ndikoi në armëpushimin e luftës Gjeorgji-Rusi. Pra kishte reputacion ndërkombëtar. I ra pak reputacioni brenda. Pra, por gjithsesi, si e shikojmë ne një lider politik me syt e një njeriu e një votuesi, e një vëzhguesi, e një analisti që e njohi mirë, nuk e shikon një huaj. Një huaj duke qenë që ka interesant, ka batut, ka humor, që ka karizmatik. Ka shikojnë të huajt. Ne nuk duhet presim që të huajt ta shikojnë me syrin ton një lider politik, se edhe kjo nuk qëndron. Megjithatë, për të rikthyer pak, ka diferenca dhe unë nuk mendoj asnjëherë që është rastësi fitoria e Partisë Socialiste e mandatit 4. Meqense jemi të ndërkombëtarët, ishte një ftesë e zotit Trump ndaj zotit Rama për të marrë pjesë Shqipëria në bordin e paqes, që u komentua shumë. Një hap i rëndësishëm ky për vendin tonë? Shiko, është një vlerësim. Pra nuk duhet më huar në asnjë moment që ky është një vlerësim. Unë nuk e quaj një vlerësim që shkon për një emër, pra nuk duhet i vë emër. Pavarësisht se ajo është një ftesë, duam apo zuam, ne e ka emrin. Është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pra duam apo nuk duam ne. Kjo nuk është një gjë që lidhet me dëshirat tona. Lidhet me qasjen e zotit Trump. Ka bërë këtë iniciativë të re, iniciativë që ka patur edhe pak nëjësit e Izraelit, sepse është dhe Turqia, Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, që ka patur qasje goxha kritike me Izraelin, dhe Izraeli nuk është se ka patur shumë me qef dhe ka ende pranin e tij dhe ndoshta edhe shteteve të tjera, por Shqipëria ka vlerësim në aspektin ndërkombëtar, pikërisht se është e balancuar. Shqipëria është faktor stabiliteti në Ballkan. Shqipëria nuk ka provokuar asnjëherë asnjë luftë. Shqipëria nuk ka qenë asnjëherë në anën e gabuar të historisë. Në Ballkan, pa kilometra larg Shqipërisë, qindra kilometra madje, është Serbia, një këmbë në Kinë, një këmbë në Rusi. Ndërkohë është vendi që ka shkaktuar luftra të përgjakshme, është vendi që ka iniciuar luftën e parë botërore. Pra, kemi Maqedoninë e Veriut, luftë civile, luftë mes etnive atje. Shqiptarët gjithkohën diskriminohen. Ka probleme me Bullgarinë, shtet që ka patur probleme me Greqinë. Kemi Greqinë që ka probleme me Turqinë. Pra, kemi Malin e Zi që ka probleme të brendshme me influencën ruse, ka patur deri vonë, e ka akoma, po gjithsesi ka qenë shumë problemi fort. Kemi pastaj shkojmë mëtej, e ka patur dhe e ka me Serbinë, kisha serbe, Bosnjë-Hercegovina që nuk dihet ende si do shkojë ardhmja e saj. Kemi pastaj Kosovën, ka probleme me Serbinë, edhe pse nuk është faji Kosovës, është totalisht faji Serbisë, po ky është tjetër diskutim, po gjithsesi në letër ka një problem me fqinjet. Dhe kemi në mes Shqipërinë. Pra kemi Maqedoni, kemi më pas shkojmë Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Mali i Zi. Pra 4 shtete dhe kemi Shqipërinë 5. Në 5 shtete vetëm Shqipëria nuk ka asnjë problem. Asnjë problem me fqinjet. Që do thot diplomacia shqiptare ndër vite ka pasur një qasje shumë pozitiviste. Madje nganjëherë më pozitiviste se ç'duhet, por gjithsesi ne kemi këtë diplomaci të mirë. Kanë kaluar në një nivel tjetër, duhet theksuar, e thash edhe pak më lart me zotin Rama. Vizita të rëndësishme të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian në Shqipëri kanë ardhur disa herë, dhe nuk është pak. Kështu që unë mendoj është një vlerësim për diplomacinë shqiptare, padyshim edhe për zotin Rama, dhe vjen një moment deri diku na kishte ngjallur disa pikpyetje. Pse na kishte ngjallur pikpyetje? Sepse u vendos regjimi i vizave për ata që duan të emigrojnë. U vendos për Kosovën, u vendos për Shqipërinë dhe nuk u vendos për Serbinë. Pra, në Ballkan, ndoshta edhe në Europën qendrore, nuk ka 2 shtete më pro-amerikane se Shqipëria dhe Kosova. Dhe kur ti shikon që vendoset në një listë barabart me Kazakistanin, ish Republikë Sovjetike, barabart me Iranin, një vend totalisht armiqësor, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ti thua prisë diçka nuk shkon këtu. Pra ka një qasje çfarë ka ndryshuar o në Shqipëri o Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë se ka ndryshuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse Shqipëria është e njëjta. Është një qasje ndryshe që ka presidenti Trump. Dhe kur vjen një ftesë e tillë, qetësohesh, thua, okay, nuk pas ka qenë aq serioze e para, sepse erdhi kjo e dyta që e qetëson e normalizon. Sepse për mua nuk ka rëndësi fare fati politik i një lideri. Për mua një lideri politik, zoti Berisha, zoti Rama, për mua rëndësia më e madhe është fati i Shqipërisë. Pra Shqipëria ikën nga vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partneri kryesor strategjik apo nuk ikën. Pra, me atë vendim ti shikon sikur iku pak. Ndërsa me këtë të dytën, shikoj rikthehet përsëri. Pra është një lloj, si i thon,
karrota dhe kamzhiku që përdoren diplomacive. Tërhiq, mos e lësho, por gjithsesi është lajm shumë pozitiv mendoj unë, edhe për qeverinë e Shqipërisë, por mbi gjitha është një lajm pozitiv për Shqipërinë që të jetë në atë tryez. Dhe mos harroni sepse shikoj debate të shumta, lart e poshtë, opinionistë, të gjithë japin mendimet e tyre. Thonë që çfarë do bëj Shqipëria, është një vend i vogël, Shqipëria ka një rol diplomatik simbolik për të dhënë. Shqipëria nuk mund të japë $1 miliard. Në 8 miliard që është buxheti i shtetit, 8.4 miliard euro që është, nuk mund të japë $1 miliard sepse nuk e ka të mundur, e ka të pamundur. Pra është një buxhet shumë i voskël krahasuar me vende të tjera. Por Shqipëria mund të japë kontributin e saj diplomatik, simbolik. Dhe për gjithë ata që harrojnë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë patur Shqipërinë në krah edhe në inkursionin që kanë bërë në Afganistan dhe në Irak. Gjatë pas bombardimeve dhe pas atentateve terroriste që u bën kullave binjake në New York. Dhe ishte një moment, nuk ishim as në NATO, kishim një ushtri skandaloze, të lodhur, duhet theksuar, nuk kishin as veshje. Dhe shkuam në misione paqëruese në Afganistan dhe në Irak. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës, një diplomaci që dominon botën, siç janë ato siç është ajo amerikane, ka nevojë dhe për shifra, ka nevojë dhe për numra. Pra nuk është të thënë që të merr ty sepse ti do bësh namin në kontribut. Jo. S'ka nevojë Shtetet Bashkuara të Amerikës, një kompani, një ekonomi me triliona dollar për 1 miliard që Shqipëria nuk i jep dot kurrë, por nuk ka nevojë për atë pjesë. Ka nevojë për ty si shtet, antar i OKB-s, vend që ti e njeh Palestinën si shtet, sepse Shqipëria ka ambasadë dhe është hapur që në vitet 88 dhe ka qenë, se është ironike kjo gjë, para viteve 90 Shqipëria ka ndihmuar shumë autoritetin palestinez. Madje dhe Yasser Arafat ka qenë në Shqipëri dhe ka bërë trajnime për luftë guerrile. Dhe si vjen koha, si vjen historia, gati 30 e pak vite më pas, ne jemi me një qasje shumë pro-Izraelit. Absolutisht nuk kemi kundër Palestinës, po kemi qasje pro-Izraelit dhe është një favor që dhe Izraeli e ka kthyer, duke njohur Kosovën si shtet pavarur dhe sovran, gjë që Palestina, autoriteti palestinez nuk e ka bërë ende. Por ky është tjetër diskutim. Për të rikthyer edhe një herë, është një lajm shumë pozitiv për Shqipërinë. Nuk është se do ndryshojë gjën në jetën tona, se edhe kjo që do sjellë në një ndryshim të madh nuk ka për ta sjell, por për diplomacinë shqiptare është mirë që të jetë në një tavolinë të tillë. Arberhita, faleminderit që ishit me ne në këtë podcast. Faleminderit Kënesi.